fatkeqësisht në politikë. Po, zotëri Bloka. Zotëri Gjaj, patët... E para, është problem në asnjë vend të botës nuk arrin me u zgjidh çdo çështje që krijohet nga politikanët përmes ligjit dhe përmes kushtetutës. Në qoftë se ngërçi është procedural, është kushtetues, është ligjor, atëherë faji mund të jetë tek ligji, tek kushtetuta, tek procedurat të cilat potencialisht ka qenë e pamundur që me u parapa. Mirë, po na nuk e kemi ngërçin procedural, as ligjore, as kushtetues. Na e dim qartë kush e ka të drejtën me i shty proceset përpara, kush e ka besimin, obligimin edhe me legje dhe me akt vendim të gjykatës kushtetuese. Na nuk kemi hapësirë për interpretim. Na problemin e kemi politik. Domethënë nuk është faji te kushtetuta për sjelljet jo të mira edhe jo të korrekte politike që i bojnë partitë politike në Kosovë. Na për që jemi të prirur për me kriju skena edhe për me kriju situata krizash, edhe në momente kur krejt vendet tjera janë e krizë, na nuk po e tregojmë për herë të parë. Kujtojmë kohën e pandemisë, ne kemi gjetë kohë, vullnet, guxim, hapësirë për me shkarku një qeveri fiks në kohë të pandemisë, kur gjitha vendet kujtojmë janë ballafaqur me mundësinë e sigurimet të vaksinave, na kemi marrë seanca kush e kujton, qysh me kriju, qysh me rëzu një qeveri edhe me kriju një qeveri tjetër. Na jemi po këta njerëz. Këta njerëz një pjesë të tyre prapë sot janë në Parlamentin e Republikës Kosovës. Janë po këto parti politike që për inatet e tyre personale në kohë të pandemisë kanë gjetë vullnetin edhe guximin që me shkarku një qeveri edhe me ndërru një kryeministër. Nuk e di arsyen edhe vullnetin e tyre ka ju ka ardha ajo dëshirë dhe ajo vetdije politike me bë diçka tillë. Na jemi të njëjtit që në këtë situatë ku gjithë geopolitika nuk po është vështirë e parashikueshme për rezultatet e tyre, na krijojmë kësi situata. Na nuk e kemi ngërçin institucional, procedural, ligjor, kushtetues, na e kemi politik. Unë pajtohna me përgjegjësinë që ka lëvizja vetëvendose sepse fundja ka dalë para në procesin zgjedhor të datës 9 shkurt. Edhe njëjta duhet me i pri procesit përpara në frymën e zgjidhjes dhe në frymën e konstruimit të institucionit, jo në frymën e bllokimit, duke dashur me shfrytëzu një të drejtë që e jep kushtetuta e ajo me shfrytëzu në raport me palë tjera, mirë po të shfrytëzu në frymën e bllokatës. Kjo është definitivisht e pafalshme, edhe ne po besoj që edhe ata që po e bojnë diçka tillë duhet me pas parasysh disa grupe politike e që janë sot kundërshtar të lëvizjes vetëvendosje, mos të harrojmë që kanë pasur suksese, i kanë pasur edhe gabimet e tyre të